Ka nisur ndërhyrja emergjente për vendosjen e një ure të re hekuri në Bleran pas dëmtimit të urës ekzistuese i cili kishte lënë të izoluara 2 lagje me rreth 600 banor, duke shkaktuar vështirësi serioze në lëvizje dhe bllokim të aksesit drejt varrezave të fshatit. Punimet po realizohen në kohë rekord fal bashkëpunimit institucional mes Bashkisë Shkodër, Ministrisë së Mbrojtjes, Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe Prefekturës së Qarkut Shkodër. Nën koordinimin e drejtorit të përgjithshëm të AKMC-s Haki Çako, ndërhyrja po kryhet nga batalioni Gjenjo i forcave të armatosura. Në nisje të punimeve në terren ishin kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, prefekti i Qarkut Shkodër Holta Duda, drejtori i përgjithshëm i AKMC Haki Çako, si dhe Arben Rira, komandant i mbikëqyrjes së urave, të cilët ndoqën nga afër ecurinë e punimeve. Kryetari i Bashkisë theksoi se reagimi ka qenë i menjëhershëm për të mos lënë të izoluar komunitetin, duke nënvizuar se pavarësisht rreshjeve intensive dhe prurjeve maksimale të ditëve të fundit, situata në territorin e Bashkisë Shkodër është menaxhuar me përgjegjësi dhe në koordinim të vazhdueshëm me të gjitha institucionet. Në kohë rekord na janë përgjigjur Agjencia e Emergjencave Civile për urën, e cila në fakt ka qenë e rëndësishme dhe domosdoshme, janë 600 banor të fshatit Bleran dhe varrezat që për 2 ditë ka qenë të shkëputura, po tashmë e kemi urën, tashmë sot do të përfundojmë lidhjen. Duket si një ndërhyrje e vogël, po në fakt nga impakti i madh që ka pas për zonën është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe koha shumë e shpejtë. Sigurisht është kohë e vështirë me rreshje dhe me problematika të cilat ne po mundohemi të menaxhojmë, po jam i kënaqur të them që vetëm bashkëpunimi me institucionet ka arritur që ne sot në Shkodër të kemi një situatë fatmirësisht me minimumin e problematikave, si në zonat për sa i përket përmbytjes, si dhe në ndërhyrjet e tjera. Sigurisht kemi akoma punë për të bërë, po deri tani mendoj që e kemi situatën në kontroll. Po instalohet një urë nga batalioni i Gjenjos, e cila mundëson kalimin e 2 fshatrave ndërmjet njëri tjetrit, urë e cila ishte dëmtuar për shkak edhe të rreshjeve të shumta kohët e fundit. Është një mundësi që ju jepet banorëve për të qarkulluar lirshëm, por edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, por edhe për të lëvizur edhe strukturat e tjera për të bërë një normalitet në gjithë këtë zonë. Në mënyrë të menjëhershme, duke u vlerësuar situata si emergjente, është kërkuar ndihmë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe nëpërmjet grupit në terren të batalionit Gjenjo është vlerësuar ndërhyrja me vendosjen e një ure beli. Me të marrur me ministrit, kemi punuar dje nga mazidhja deri sot në orët e para të mëngjesit. Jemi nisur direkt këtu, kemi mbërritur me një urë 12 metra, e cila mbretna ditës sot mendojnë që do ta shtrinë dhe nesër rreth orës 10 do bëhet totalisht e kalueshme. Autoritetet konfirmojnë se pavarësisht kushteve të vështira atmosferike, situata në territor është mbajtur nën kontroll, ndërsa monitorimi do të vijojë deri në normalizimin e plot.